Tullovia me parkimi në qendrën klinike universitare Nën Teresa Shkup planifikohet të rregullohet me 1000 vend parkime të reja. Ndërtimi i garazheve në kate pritet të fillojë së shpejti e të përfundojë për 1 vit, pasi procedurat ligjore dhe administrative për realizimin e projektit kanë përfunduar, konfirmoi i pari i shëndetësisë Azir Aliu, duke shtuar se kanë pasur problem me shpronësimin e hapësirës. Nuk do të jetë ndërtesë e fortë, do të jetë ndërtesë mobile, që do të krijohet, do të ndërtohet shumë shpejt. Aspekti infrastrukturor, dikundi pres për 6 muaj ma të kemi rezultatet e para, brenda 1 vitit kemi komplet parkingun ashtu siç duam neve, të jetë smart parking me gjithë infrastrukturën horizontale dhe vertikale. Menaxhimi i parkingut do t'i besojë ndërmarrjes publike e parkingu i qytetit të Shkupit, ndërsa çmimi i shërbimit do të definohet nga institucioni menaxhues, me mbikëqyrje edhe nga Ministria e Shëndetësisë për të garantuar çmimet kontrolluara dhe të pranueshme për qytetarët. Pra çmimi realisht çmimi definohet nga institucioni që do të menaxhon, po gjithsesi neve kemi interes, ne gjithsesi kemi interes që çmimi të kontrollohet dhe nga Ministria. Projekti pritet të lehtësojë ndjeshëm qasjen e pacientëve dhe stafit mjekësor në qendrën klinike, duke përmirësuar funksionimin e përgjithshëm të institucionit më të madh shëndetësor në vend. Ky ishte një nga premtimet kryesore të ministrit aktual të shëndetësisë Aliu, ndërsa u premtua edhe nga paraardhësit e tjerë.